Shikues të nderuar, përshëndetje. Sonte në rubrikën tonë të intervistës ju sjellim një histori që flet për përgjegjësi dhe solidaritet njerëzor. Brahim Gjokaj nga Tuzi u bë i njohur në New York pas reagimit të tij të shpejtë gjatë një zjarri të madh që përshiu një ndërtesë banimi në Brooklyn Heights. Për këtë akt guximi dhe solidariteti, sonte kemi kënaqësinë të kemi në bisedë Brahim Gjokaj për të na treguar nga afër se si ndolli gjithçka. Brahim, faleminderit që keni ndarë kohë për televizionin Bojën. Faleminderit të juve. Përshëndetje të gjithë Malësisë, popullit shqiptar, urrit mirë. Inshallah gjithmonë me përparim, me gëzim. Faleminderit të thirrje. Atëherë për fillim, si e kujtoni momentin e parë kur e vutër e zjarrin, çfarë po ndodhte rreth jush? Unë ka herën javë daljesh eci ka një orë gjys deri në Manhattan, edhe kur u ktheva në shtëpia e parë timi ka del prej bullingje, edhe ishin do graja bërtiçi. Ata s'dishin çfarë me bën. Edhe dy mashkuj amerikan ato shkallat para ndërteset. Unë kam pak eksperiencë me ato shkalla se jam, jo vetë se jam super, po jam edhe menaxher për kompani të mëdha, edhe e kam tesën e kam biznesi që ndërtoj banesa. Ata nuk e dishin me ullë, so një grua prej baneset tretit kat, i të met në ato shkalla s'mujtë me ullë poshtë, so u tregova se si me i ban atë shkallë me ullë poshtë. E ullën atë shkallë, so ajo grua më shtoj, më duket se në lajme, atër një Amerikani thonë, dimon të himren, ajo, thotë zdi që ka me bon, na i thonë intercom, ajo zilet që janë me kamera për me të lëshua njerëzit me himren. Kur kush desht me qi, po e kam një shok aty që ka punua me mua ka herë, tash dalë në penzi, thira e ka emnin Peter, a i thonë Peter, qilë ma dene, kur kam hinë me në dërtesa në kemë buqën me tim. Njerëzit s'kan di se çka bëhen. Kam bërtit e thirrë, i kam shumica kanë dalë, ka shumë test që rrojnë në atë banes, në atë ndërtesë, ajo ndërtesë është 160 vjeç, nuk ka, është e goditur me prej drunit, prej rrasa e trave. Tash po thonë se në atë baneset po është kje zjarmi, i herë kanë kujtuar se ka plas ajo linja, gas, jo si thonë ju, na i thonë gas, po tash po thonë se ka skuder ajo bicikla me bateri, aty janë 36 familje, rreth 7-80 njerëz. Unë sot në natë më suprim ka thirr, unë shkova ata e fola, thotë tanë janë shpelli si që shenin video, i treti katë, i katërt, i treti katë, janë komplet janë shkatruan, dritaret, keni me i pa dritaret. S'di si mulla me hi, me të tregua se duhet me kja njeri fort kur hi në atë gazet, por si që shini ju, kur kam dalë, 1 minutë ma vonë, ajo, ju thoni klima, na i thonë air condition, ajo u disë edhe ka ra, ta man aty ku dalin njerëzit. Por këtë me dalë, na dhe njerëzit kanë gjomat, prej zetit, kanë nisë me plase me ranë për ato, për tokë, dhe i kom pa të 2 varza që janë kemren, njëna është diku rreth 40, besoj jora një 30, shtyra aty në ite krejt, si thonë na malsot, gjinj, krejt galen, ajo rrite me atë shokun të më thonë, qka bajo tha ka plas, shporeti e ka le, shporetin ka plas, zdi, se gjithë qarë, por atë shporta kje zet, që 20 metra lartë prej ndërteset e këtjet zetit, gazet, që ata qka kom pa, ata, edhe me të vërtet s'kom pasir me dalë në televizi, por më kanë thirë njerëzit, hajde, a shkova zdefta me dalë në të na kanale, veç 12 janë channel 12, i thonë, i Brooklynit, edhe CBS News. Pak me CBS News mu duk se, si thonë, na insult, mi se thak, ja ke sërp. Jo, thonë, si janë sërp,
ata si përbashkëbiheni, si që dim në ata në malësor, si janë kja për para, na i kanë tërnua në bjemnat, e na i kanë mu ato, e u e kam Gjokovic që ata nesër i kom pa në disa komente, në disa gazeta, Cirilit shkruam se jam boshnak, se jam sër, por asjone që jam malësor, edhe jam krenar që jam malësor, jam krenar që jam shqiptar. Si që dini ju, u jam djali i Rex Brahimit, nipi Ibrahim Gruc, ajo është janë njëri shumë i zgjuar, edhe kur një shok, ajo këngëtari njoftun për Ulcinit, më duket, po, Ismet Aloshi, më thiri, isha të grashtere, se më thot, po shoku Ibrahim, thot, a je shqiptara, a je malsora, po kam po thonë se je boshnjak e sërbër, jo, thëmë se jam asnjënë, po jam shqiptar i Malsis, prej Gjinoshet Tuzit. A i tha, thëmë se po më vetë ata, a i tha kështu, pe i thiri atë ullhesin e Teuc, me shkrua që je shqiptar. Që ja është atëra, e më e mallaj tash, kam hala për ditën me këshuaj se jam boshnjak e sërbër, pa pak së mbjedh një, se jam shqiptar. Tash jam shqiptar i Malizi, por kam le shqiptar, edhe da me dek shqiptar. Po, Ibrahim, cili ishte reagimi juaj parë në ato qast? A ishte frikë? Me të vërtet. Apo instinkt për të ndihmuar? Se kuptova, diçka, unë kam punua për shumë ndërtesa New York, ajo me të regua diçka, gjithmonë nuk kam qështë e ardhë, sa s'modi me t'i nje sa heri kanë dimua plezhve se gjyna fon. Ka në Amerikë, rinia i lejnë plezhte ata veç shumë herën veç, ata veç vinë me panën në babën për pare, si thonë Amerikanët, I hope, e besoj inshallah se shqiptarët, kudo që janë në përbot nuk i lejnë në babën, vetëm. Si që sheni ju në atë video, ka plesë aty që u bërtas, për me të vërtet kam bërtit ashtë madhe se ka kutoj se janë malësi në male aty, bërtit që abdel një jashtë e qkretit ata tanë kishin tret plesë, nuk dishin, e si që sheni ju në video, unë thome dalë jashtë, a i shkonë, thot, e ka harrua, thot, gruan mrenë, bile, ajo CBS News, si e thonë këta, dyshi, e thot, qka do, me të shpërblye qytetja, kur që anë thëmë zdo me më shpërblye qyteti, vetë duam në dalë ata njështë për i bulldigut, pa të vram, pa të dishin, ja ata është problemi jem. Ajo tha, edhe thëmë, po a disi ka i herë e në lojnë intervju, si thëmë na, unë thëmë, veç dua vete, familje jeme, komi jeme, popë jeme, me kje mirë. Edhe ja ata njërë që janë prej bullimit, prej ndërtese, si thëmë na, se na falë që ja pak anglisht. Por, përgjës jam të metë. Ajo më tha, po si strebe, pa i thomë, një jetë ta ka falë zoti, edhe i herë të le, i herë maron edhe, por na kemë me detyrë, thomë, me i dimua njëri tjetrit, e tanë, zdisi, thonë, Shqip, unë i thomë asaj, tanë jem human beings, tanë jem prej gjakut e mishit, më duke dhe ashtu vjetë diqka, por. Po, a e kishit të qartë rrezikun që po merrnin mbi vete në ato momente? Si që sheni ju videos, si thonë në malësor, Allahon keme mua, se vetë kur kom dalë me ata njërës, 1 minutë ma vonë e shehni kur bjen ajo e lezën flak, ajo para dere, do me thonë derë dëmtes. Atër ka njës me kërsi gjomat, e gjomat kanë ra, jam ka ra, së më ka ra, se jam ke me kapit se besa janë 7 njërë, se më duket janë dvarruar, janë në spital, janë një zjarë fix, e di se ato 2 varza mren, e njëra prej tyne i të e fort, e njëra besa si të e fort, po kjate. është një, po, edhe, por, se sa në rrezik e na, e kemë me detyrë, unë jam ardhi rinë në Amerikë, si është me 84-shin, s'di sa vjetë, për vjen 40 kusur, e kom pa bolle, e kom punua, por s'jam trep, nuk jam trep, a di qa, na jem malsor, na strep, na kolajt. E jo, s'jam trep,
edhe jam i kënaqur se jem edhe shqiptare, duhet më kallëza botë se kush jem. A ka ndonjë moment apo person që ju ka mbetur më shumë në mendje nga ajo natë? Besa ka pa momente se me të tregua diçka, unë se ka me 2007 ko pa pak probleme me zemër, po jo shumë, e ka pak më ka pengua edhe tash, edhe sot ku shkoj aty, hala vendit rreth i vjera e keqe ajo. Është i carbon monoxide, i thonë anglisht, i thonë shqip, ajo carbon monoxide kur dizet diçka, ajo ajo diçka që pyt, pa me e tije. Ajo është ka pa carbon monoxide aty se s'ke mund të marrë frym. Timja e era e keqe, zot e di çka dis aty. Nuk ka kollajt. Dhe si u ndjet pasi gjithçka përfundoi dhe njerëzit ishin të sigurt, besoj ishte një moment shumë domethënës për ju. Me të kallëzohet vërtet u zdi se unë jam këtë ecë rrugës, jam këtë zgjith rrugët ma poshtë, i half a block, si thonë Amerikanët, e bërtit që i gatën rrugë, u lezën në bërtit, e kur kush lët e vetit, kur kush, veç e kanë thirë ata natë një, kur gjanë tjetër, edhe këto rruga këtu ku janë vetë janë pak gushta, e ata kanë shtirë, ata që ndalin zjarmin e kanë shtirë, më duhet mu bërtit një mujë së rrugët, u zi vërshë zaher, Allahu, Zoti ta qonë ashtu që me hi mren, e o përshëmat, ajo Amerikane si bërti qa, bjeru zile, se kom pa dua, ma zdi kusha, e unë ka hi mren, ajo u ka ra zile e tërë, kanë një stan medaljash, po ples besa ka pa ples që s'kan di qka me bambë, u bërti qa medaljash, bile njëri thëm, del jash se u leze, u e ka harras të gruan mren, ta e shko, e shenë në video, unë i thot medaljash, a i shkon mren, atë del gruja ati, ajo sigurisht i kanë pa 90 vjetë, dikun rrët 90. Qka ba, do me njeri hupet, është një moment që kur e hup, e she ton njerëzit stërkasin e bërtasin e njeri, dhe speciali plest, ata, kur s'kan trije, kur s'ka dikush mua, por qa me ba, je kështua jeta në gurbet. Përmendet që keni pasur vëmendje të shumë mediatike, si e përjetuat ju këtë dhe reagimet e shumta pas kësaj ngjarjeje? Dhe lëndimet se di se që ma ba, por përza disi jam ardhën në shpje, i thëmë gryj, zynaf, njerëzit, jo vërse hajtë se lëndohen, por ata e besoj se ajo ndërtesën gjashprata 4, 5, 6, si që vashqoa video, sa të janë të thyëm, të janë të katruam, ka kompani kënar dhe e kanë nisë me la, me fi, se t'jedin New York ata, inshurenca ato bojnë, se kom punuar për para me këto gjana, e kom pa një rast, një ndërtesë, e ka një djallë një vajzë janë ke prej Hungarijet, e ata me bon barbecue, ndërtesa rapa, janë ndërtesë re, po bukure, me tona mren, po ajo ndërtesë, kanë bon barbecue e lat banesën një sti, thomë, lat banesë e krejt buildingu mrapa, atë ndërtesën mrapa e kanë pa di, se kom pa disa raste kështu, por jo si kjo, dramatike, se për shembull kjo veç janë këtë ecë rrugë, unë s'njo kur kanë atë building veç atë shokun, s'jam trep me hi në ndërtesë, nuk jam trep me hi. Barabar, jeta 60 vjet, jeta i herë nopë, mira me i ruaj popullin e pa marrë parasysh, qëfar bojet kanë, qëfar fejet kanë, ka do që janë. Aty ka pa gjithë qëfare, pe i tamë botet t'je di se New York është veti emigrante, për mua atas jam, për mua tanë janë njësë, si malë, si vogël, si plesh, qëfar do fejë, qëfar do bojet, mua sa më përngon, punoj për ta me ditë, për ditë punoj, kam në respekt, por pak kom edhe, si thonë, presher tash disa ditë, se prej gjithë kajtë më thirrin e ka do t'i shkoj rrugë, se kjo meti, si thonë, bëjnë hajtë, nuk ka i ma, e janë njerëzit të pasun e kema si, që i luajnë televizie, advokate, janë njerëz, o shumë veti pasun, shumë veti bukur,
gjithka ka do që shkoj, më thillin hiro, ka nis pak me ma morzit, se jo, a di pse, s'kam si, s'kam si mu lufdua, s'kam si se dje, keq me punëtore, një femën ka në lënë, e qeshe, qka bëj, thëmë Ali, oh, you are Brooklyn hero, më thot. Tash kam nis me ik prej vetit, shkoj e punu tjetër ku veç, se ka herë edhe pressure nuk ka mirë, kam se me ke relax. Presioni, po. Thonë ju. Po mendoni se kjo ngjarje do t'ju mbetet si një përvojë që do ta mbani më gjatë, besoj. Uaj, a do me të tregua diçka. E ko bo, jo për veti, po për si me tha, për popull dhe tem. Dhe jo me unë jam ardhi i ri në Amerikë, në 84-shin. Me do se të Amerika ka tërnua shumë, tash i 15, shumë ka tërnua, shumë. Ashtë edhe, duhet me ke i zgjuhet, duhet me ke, si me tha, duhet me ke, është tërnua, unë se kuptoj, diçka po tërnuhet në Amerikë, unë zdi që fa bon, për ditë e ma shpejt, për ditë, gjdo ditë tërnuhet. Nuk ka kollajt me la vetin e vete me, por na jem malsore, na jem fort, dhe jam si me tha, jam rrit në malsie, jem popull i fort. Atje të natë pjesë të është indikur në malsin, ha, pula gur, për ata dhe jem të fort, po, që ka me ba. Atëherë ju përmendet që jetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që në vitet do të thotë në vitin 1984. Çfarë ju ka shtyrë të mirëni të rrugën e emergjimit? A disi, e kom pa i dajt babë, se zdi Omer Beta i kanë tha, i ka punu aty ku i kanë godi pasoshat, ma ka shkrua se me tha, kur ma ka godi pasoshin, ma ka shkrua se jam 2 vjetë, maj moqim. Usë jam kënë 19 vjetë, jam shkua ushtar, edhe e kom krye herë, dhe më thënë 18-19 vjetë jam ardhë në Amerikë, i copë po kornua në Kaliforni, e 6 vjetë atër jam ardhë në New York. New York në fillim ashtirë, por duhet me ke njeri forte, i zgjuhet, duhet me ditë se ka keshës një, duhet me ditë se je shqiptare, prej ka i të vine, me i dalë letrin jam, Marakën Malsi besa me tregua shumë, kur e ko pa vllaun gjallë, nën, kom marrë ka 7 herë në vjetë, e ko pa prëmtua nënës, që dera, ditë që deki, çdo fest, ka 7-8 herë në vjetë kom marrë, dhe vjetë që kanë shkua, nëna për para të vllaue, por Malsia për mua është veti maj bukur e maj mirë në botë ku ekziston. E unë knaqem me komunën e Tuzit, e knaqem me popullin e Tuzit, faleminderit edhe Lindonit, më ka shkrua, më ka njerua, e di se Lindoni, sigurisht të bojnë e një vllaun tema, Isa Gjokaj, kja kanë gatar, janë kja shok me Lindon, jo rëtneri allati, edhe komunës Tuzit, që më kanë shkrua, më kanë njerua, e Zoti i ruajt gjithë ku do të qitë janë. Brahim, po aktualisht, me çfarë merreni në New York dhe si duket përditshmëria juaj atje? Aktualisht merrem jam, si e thonë ta me supertender, jam kështu i këtyri 4 buldingje, edhe kam kompani ndërtesa e ndërtoj banesa. Jam shumë i njoftun me ndërtesa, jam shumë si me tha, edhe këta janë zjarë fiksa, të analizit e zjarë fiksa i di. Dhe për para e ku pa marrë dhe, zdini, a i copë kobe sa, bela 15-20 vjetë, kur jam ke menager për 10.000 banesa, jam ke menager për këtu Brooklyn e Queens e Manhattan në New Jersey, jam ke, me rej kam punëtorët e mi, punojnë në këto banesa, por kam nis me jam 61, si thonë na, inshallah, dalë benzi, kom qef pak me dalë ma heret se
tash e kanë shtuat, më duket deri në 70 përpara ke 63, 65, pat mërë malsi se kumë si me dalë benzi heret. Kumë si me kalu apart ku. Po, çfarë është ajo që juve ju jep forcë dhe motivim në jetën e përditshme larg vendlindjes? I kom 4 fëmijë, ata vajza është martuar me është në advertising, s'di si thoni ju, s'di si me i thonë shqip, reklama, s'di si Në me i thonë. marketing, po. Ajo është martua, e ka burrin polic, për ardhen e kanë prej Dibret, ai punon në Times Square, vajza është me krye master degree, punon për i kompani televizionit të mëdha që bojnë reklama, tash janë këtu me godi reklamat për ata, si e thonë këta World Cup që luhet në Amerikë. Djali ma ka krye tash, e ka kryesto për master degree për cyber security, edhe kam 2 binok në high school, si me thonë, në gjimnas, a i toni ju gjimnas? Pa, shkollë mes. Po, familja më bon mas fortit, duhet me da familjen e miroj, por besa gjithmonë e kometen për malsi. Gjithmonë. Ti nosha është diçka, tonë malsin e dua, por ti nosha është diçka që bukuria, e besoj edhe da menime kom, me dalë në penzi si tash për para, por inshallah, vauroj tonë shqiptarëve që janë kudo në Amerikë, suksesën me familje, gjan ma mirë s'ka në këtë botë se kur i ke fëmin shkolluam, e të përparuam, e na shqiptar kem hizdi, e duhet me i pa fëmin shkolluam, e të përparuam, si do qoftë që ata mas mirë për mua kryesore, si që dini ju, vëllau jam me meti i ka, dhe ai ka fëmin fort shkolluam, e të përparuam, ja ata e dini Naimin, ajo djali i vllaut, ja ata mas mirit për shqiptar. Tjetër qysh, si thonë jahudit, ka thonë, lexon një herë, kontaj me një jahudi që shkruhet për New York Times, a i ka dek tash 2 vjet këtu në ndërtes teme, më thote, lexo libra, e lexo pa thonë, dera ditë që deksh, se dia fiton gjithçka. E shqiptar duhet me kene të gjikuam, shkolluam, se veç ata mu që me fitua armikun, se tret qysh s'mu që me fitua. Me kene të gjikuam, duhet me kene turët, e të përparuam se trysh. Se kur të i përparuam me shkollën, ata janë jeta bëhet ma kollaj, gjithçka është ma kollaj. E na me rikë tash ka arkoha, mos ke fakultet, mos ke shkollë dalë të këme, shumë shtirë është me rënua, shumë shtirë është me ble shpi, shumë shtirë është me përparua. Gjithmonë më thos mire, shkollën, se për mua se më duhet paret. Për mua, unë jam, e kom vetën, e kom shkolla, fakulteti, është shumë një gjanë që edhe të ju, edhe atje në vetin tonë, po të në Amerikë ka arë koha që nuk ka si kur janë vetën në Amerikë. Kur janë vetën në Amerikë me 80-90, gjithë që ke lirë, shumë lirë. Ke mu me puna 2 punë, 3 punë, edhe bela pas 1 vjetë, 2 vjetë me blej shpia me bandi, që ka biznis. Ta është muqë, sa është shumë shtajtë. Veç një e krye është fakulteti. Ja ta është diçka që ne si emigranta, na jem edhe punëtor të mlej. Shqiptarët janë njoftur në Amerikë. Edhe New York, edhe ku do që shkosh në Amerikë, keme i pa se i kanë bizniset, se janë punëtor, edhe kanë fëmin të gjikuam, janë importën për jetën, duhet me kene i e gjikuam e i përparu. Qaja janë me mëllja jeme. Edhe atje, mos me harrua vetin neve prej ka vje, kush je, si je, kush anë kene, familja, ata është shumë, gjithmonë mu të regojë fëmijët e mi nuk e dinë for Shqipën, se kanë folin ata, e kanë gruan prej Gusijet, e kom gruan prej Gusijet, ajo Kolenovi, se ajo fol, besa ajo e fol bukur, ata gjune, tyne, për marat. Ajo ka pësa fëmijët, ata, ta është 15 vjetë, për gjithë se verë, fëmijët e mi kalojnë atje kohën, ata kanë qepë malsin e tuzin e cemin e gjdo vjetë jam mutua me qua atje për me imsua, se prej ka hidvi e kush jem, e qka jem, ata mua
Ja ta mua ma bën shefin edhe bën mërnua me bën shef. Kështu që është e vështirë të ruhet gjuha, ta përcjellin atë të fëmijët në diasporë. Ata, fëmija mi thëmë, babi, ma kollajta, o me fsha gjuhën e mamit se Shqipe, në për, më thonë, si, thëmë, Shqipja, në gjuhë latine, gjuha me vjetër bela në Balkan, nuk o kollaj, por kanë mësua mirë bolë, ati qka, i gjanë është se, qka do që u thohë Shqip, gati e blinë se qka u thohë, por nuk blinë me ma, pra, non-stop, si që ta gjue tash, çdo verë tanë verën e kalojnë atje. Në Shkodër, në Ulqinë, në Tuse, ata marakujtin e me shkuan Tuse. NC. So, me kohen. Mirë dhe për fund, çfarë mesazhi do t'u jepni të rinjve tanë, kudo që ata ndodhen, për ndihmën ndaj tjetrit dhe përgjegjësinë njerëzore? Mesazhi për mua për rinin e Malësisë, edhe këtu, edhe atje, duhen e nënë në babën, hatron e nënë në babën, ruhen e nënë në babën, edhe koshin, edhe popullin, edhe mos mu da, kjo i katolika, kjo muslimana, kjo i bardha, kjo zizak, ata vetë s'kam qef, e kam një gjanë se non stop u thotë fëmijëve, rejqizmi është i keq, feja për zemër, komja, ka ke në kom, ke vlla, ke nan, ke bab, fejnë gjithë kush e panë për zemër, se fejnë e mërë me veti kur dhe. Komi s'fuqme, se dek e komun ka me egzistua, me mija, me miliona vetë. Për arsye gjithmonë në thotë fëmijëve, me dajëri tjetër, me hatruaj njëri tjetrin. E besom, fëmijat e mi, ku do, ka do kanë shok e shoq shqiptare. E gjithmonë në thotë, duhet mu shkollua, me hatruaj njëri tjetrin, mos mu marrë me punësia, se në Amerikë, sigurisht e latje ka arku ashtu, por në Amerikë është shumë shtirë me i rojtë fëmijin, mos mu marrë me punësia. Me alkohol, me droga, me qëka me cigare, jaja i gjanë që si babe nënë duhet me e gjiku asmin. E gjikimi është numër 1 për çdo shqiptar, për çdo popull. Kur ti është i e gjikuar, kur kush muj me të muj, kur kush, s'ka liqa, s'ka kush muj të muj. Për ata shqiptarë gjithmonë jem të njoftun për botë, duhet me, edhe për biznis, edhe ata e kam një gjanë që si thonë nga Amerikat, I pray to God, tanë shqiptarë përparojnë e shkollohen, se fakulteti e shkolla e gjikimi është numër 1. Për mua ja jo, si që thaq, gjyshi ja nuk e Ibrahim Gruda, por është ja njëri i zgjuhet fort i zgjuhet. Ku do që të dvesh në Malësi, me shka me të vetë plesën, ka plesën dinosh e ka, kur të dvesh kush nuk e Ibrahim Gruda, ajo ke njëri i zgjuhet. Në atë kohë, apo folin bila 50 vjetë, ka shkuar në Shkodër në Stamolle, aq i zgjuhet e ka lexuar, e ka. Për shembull, baba jem ka punuar në dinosh si imam 60 vjetë, ai si ka marrë pare kuaj, si ka, e non stop a mutua, okay, aq i zgjuhet e kem pat babën, ka fol gjysna shumë zgjuhet edhe ka ditë me lexuar. Jo përparimi i popullit, kur ti është i zgjuhet, kur ti është me fakultet, kur të mahesh advokate, inxhiniere, arkitekte, ta kish me pajqe, speciali për Malësi. Unë mas parit e duam komunën e Tuzit e vetin te me Malësin, atër ata tjerë, inshallah ata tjerë banë ma mirë, por që është shqiptarizmi, do të me ke i shkolluan, i zgjuhet, e jo mu marrë me punë kësia, mu marrë me punë të mira, me ndërtua vetin, me ndërtua koshi e katun e qa do të jo. Ja ta mas mirit, në Amerikë, rinia shumë e mirë, me të vërtetë se është shtirë në Amerikë me ke medali mirë, se ke gjithë farë, si thonë Amerikanë, anglisht duhet me, you have to know who's your friend, duhet me di ka ke i shok, e kusha i mirë, e kusha i keq, ata shumë mirë për fëmijë në Amerikë, me ruaj njëri tjetrin, me daj njëri tjetrin, e me të vërtet shqiptarët në Amerikë, ku do që janë, kur e dinë se janë shqiptarë, prej, pa marrë parasysh, janë Kosovë, ta Shqipënie, ta Maqedonie, ta Qamlie, të ka do që janë, i gja e kanë të mirë se gjithmonë i dimojnë njëri tjetri. Ata mua më pëlqen, ata më pëlqen shumë. Ku do që sa, kur të gjesh një shqiptar, ta je shqiptar, pa me të nerua, pa me të dimua s'kamela. Ata shumë mirë. Se ja është kam ordinarja.
Atje Ibrahim, mo mbetet ju falenderoj shumë për fjalët e bukura. Ju falenderoj për kohën që ndatë me ne dhe për gatishmërinë për të rrëfyer këtë përvojë. Ne ju urojmë shëndet dhe gjithat e mirat në jetën dhe punën tuaj. Edhe juve Zoti urojt e faleminderit. Inshallah kjo është jetë gjatë, se po foli si malsort. Po inshallah kjo është jetë gjatë. E vurrit nerat stanve, inshallah e ruaj Zoti krejt malsin, bukuri, dijeni e përparoshi kudo që kjoshi. E Zoti uroj. Inshallah shehna shpejtën malsi atër mundi me pije kaj kafe. Ju presim këto. Atëherë shikues të nderuar, historia e Ibrahim Gjokaj është dëshmi se solidariteti dhe humanizmi kërkojnë zemër, guxim dhe atë ndjenjen e përgjegjësisë ndaj jetës së tjetrit. Veprimi i tij në New York mbetet një shembull frymëzues për të gjithë ne dhe një krenari për komunitetin nga i cili vjen. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim në tjera emisione.